Dekorojmë shtëpinë për festat e fundvitit. Erdhi ajo kohë e bukur, është muaj dhjetor, muaj më i bukur për mua edhe besoj për shumë nga ju, se fillojnë dekoret e shtëpisë, çdo gjë ndryshon, çdo gjë ka më shumë dritë, më shumë ngjyra, edhe zakonisht mblidhemi me familjet që të festojmë këto ditë kaq të bukura. Në fillim kuptohet që duhet të fillojmë nga pastrimet, ta rregullojmë shtëpinë, ta pastrojmë që ta kemi gati që të vendosim edhe pemën e vitit të ri. Siç mund të shikoni, duhet i lëvizim çdo gjë të gjitha me koltuk, me tavolina, të marrim pluhura, çdo gjë që pastaja të jetë gati shtëpia edhe të mundemi të vendosim pemën. Unë vjetë e kisha vendosur në mes të shtëpisë dhe dua të them që më bënte një çik zhurmë, do me thënë pastaja nuk e pastroja dot. Ndaja si vjetë vendosa që ta vë në anë të shtëpisë pemën, edhe deri tani është treguar që është zgjidhja më e mirë që bëra si vjetë, se është në anë, djali nuk shkon shumë që ta preki edhe të lozi me të, kur ishte në mes edhe nuk na pengon aq shumë dhe tregohet më bukur shtëpia, tregon më bukur brenda në shtëpi. Do heq këtë këndin e vogël këtu siç mund të shikoni edhe këtu e vendosa pemën, po në fillim siç u thash e pastrova të gjithë shtëpinë që të jetë gati që të mundemi ta vendosim pemën. Pasi e pastrova të gjithë me radhë, filluam dekorin bashkë me djalin. Në fillim më ndihmoi edhe djali, siç mund të shikoni se kishte me gas edhe ky, po kërcenim aty me këngët e Krishtlindjeve, por pastaj pasi më ndihmoi, ca u lodhi shkreti se çfarë të bënte. Unë zgjatja e dekoreve ishte pothuajse 4 ditë më mbajti, se disa stolira që kisha porositur për pemën nuk më kishin ardhur akoma, edhe me që punoj edhe jashtë shtëpisë, nuk isha aq shumë kohë që të merresha gjithë ditën me dekorin, ndaja edhe u vonova pak. Në fillim dekori pemës fillon duke vendosur dritat. Un kam 2 palë drita që të bëj sa më shumë dritë pema. Edhe është e vështirë kur je vetëm që nuk e njeri të ndihmoj, se duhet të vish vërdall pemës, edhe është një çik e vështirë, po ja dola mbanë. Pastaj fillova nga lulet e mbëdha. Dua t'u them që kisha porositur edhe disa lule të tjera të mbëdha, por me që u vonuan ato, vazhdova me topat edhe me gjërat e tjera. Si vjeti vendosa 2 nga 2 topat në pemës, se thash të ngjanin më bukur edhe më pëlqeu rezultati se si doli. Edhe pasi mbarova me topat, fillova me këto gjërat e tjera që vendosa tek pema. Unë dua të them që i kam shumë vjet këto dekoret për tek pema edhe për në shtëpi. Nuk më pëlqen që t'i ndërroj, edhe ngjyrat më pëlqejnë shumë. Ndaj çfarë bëj? Çdo vit do shtoj diçka tjetër. Si vjet, siç u thashë, shtova disa lule të mbëdha, të cilat do t'i shikoni në fund, që ta shikoni të gjithë pemën të mbaruar dhe të dekoruar. Po ua tregoj avash këtu të gjithë procedurën, se siç u thashë zgjati 3 me 4 ditë, se përveç pemës dekorova pak edhe shtëpinë, vendosa disa gjëra mbi tavolinë, rreth televizorit, shkallët që shkojnë tek kati i dytë lart, që kështu ishin shumë gjëra për t'u bërë, edhe unë me që isha vetëm duhej avash. Do më thoni, nuk të ndihmon burri, nuk të ndihmon djali më ndihmoi, burri ishte në punë, po edhe të më ndihmoj, prapë unë dua që të vendos dorën time në çdo gjë. Çdo dekor të kaloj nga dora ime, edhe i shkreti çfarë të bëj dhe burri, thotë sa të merren me këtë, lere më mirë të valoj vetëm kjo. Që kështu i bëra avash siç i doja unë. Këtu vendosa edhe këto degët tek shkallët, siç u thashë, edhe disa nga topat edhe nga dekoret e pemës që kisha ekstra, i vendosa aty lart. Dua të them që këto gjethet kanë edhe drita që ndizen, dritat e tyre, po me që janë me bateri edhe nuk bajnë shumë, harxojnë bateritë. Unë vendosa edhe disa drita që janë me korrent, që kështu t'i kem për sa kohë që dua unë. I kam vendosur që vjet drita dhe nuk ua heq. Çdo vit që kështu i kam gati si vjet. Vendosa edhe këto çorapet e mbëdha si vjetë, këtë kisha nga vjetë, të tjera t'i bleva si vjetë, edhe pastaj vazhdova me dekorin e tavolinës siç u thashë, vendosa këto pemët e vogla të vitit të ri. Këta janë qërinj të cilët janë shumë të bukur dhe më pëlqejnë, ndaj edhe nuk i ndes. Disa dekore të tjera, plaku i vitit të ri këtu, sorkadet e bukura, edhe kështu ishte në fillim. Do në shikoni rezultatin.
Ky është rezultati tani I gjithi, siç mund ta shikoni, e dekoruar e gjithë pema, lulet për të cilat u thash që I porosita edhe u vonuan pak, por erdhën edhe ja vlente që të prisja. Rreth e rreth televizorit, edhe te dritarja këtu siç mund të shikoni kam vendosur drita që të ngjaj akoma më bukur, disa stolira lart e poshtë aty mbi kaloriferë, disa fener të vegjël, pastaj sa hyn tek shtëpia këtu janë këto dekoret e tjera që janë me qëri më të shumtat, edhe Christmas që shkruan lart kjo. Tek shkallët, siç u thash, vendosa gjethe, te shkallët që hipim lart për në shtëpi, edhe tek kjo pema e vogël që kam pas dhere prap disa drita akoma që të ngjaj akoma më bukur. Është sezoni më I bukur edhe I vitit, edhe s'mund të bënej ndryshe. Çdo gjë duhet të jetë perfekte edhe të ndrijë anë mban. Pastaj këtu vazhdojmë, siç u thash, vendosa edhe këta jastëkët, faqet e jastëkut në fakt, që të jenë bashkë me festat që thon Merry Christmas. Këtu lart mbi tavolinë, këto janë dekoret që vendosa, pemët e vitit të ri, këto shtëpirat e vogla, qërinj, edhe e gjithë pema e përfunduar. Më komentoni si u duket